kam arritë t'i siguroj biletat nëpërmjet dy shokëve të mi serb. Dhe kam shkuar atje vetëm, kam fjetë në Beograd dhe jam futur në stadiumin e Partizan Beogradit. Me dëshirën tuaj, mund të na flisni pak për ndeshjen e 2014-s në Beograd. Si arritët ju të fuqit mes tifozëve? Jo, unë kam qenë futbollist në Iran dhe kam arritë t'i siguroj biletat nëpërmjet dy shokëve të mi serb, futbollista. Dhe kam shkuar atje vetëm, kam fjetë në Beograd dhe jam futur në stadiumin e Partizan Beogradit. Nuk kam pasur si problem, unë jam njohur shumë i mirë i gjuhës serbo-kroate. Dhe në 33.000 spektatorë nuk është se kam pas probleme unë fare, sepse të gjithë kanë qenë të fokusuar tek sharët ndaj ekipit kombëtar. Normalisht nuk ka ardhur mirë sepse kishte një lloj urrëtie që nuk e kuptoj nëse buronte. Megjithatë, kur e mendoj, ka qenë një natë shumë e vështirë, sidomos për djemtë e ekipit ton kombëtar, që mbi të gjitha situata përshkallëzoi dhe ka qenë shumë e rëndësishme që të dinin gjallë ka stadiumi. Unë kam qenë, do thoja, si spektator, nuk kam shkuar me pjesën e tifozëve shqiptarë, pavarësisht se ka pas një lloj kërkese nga ana e autoriteteve shqiptare, nuk janë pranuar dhe kam gjetur rrugën e mia private, sepse me një karrierë shumë të madhe në futboll kemi krijuar miq si nga Serbia, nga Kroacia, nga Bosnia, nga vendet e Jugosllavisë. Dhe sot e kësaj dite kam kontakte, siç kishin do të dëshirë të vinin në ndeshjen në Elbasan Arena apo në Tiranë, gjë të cilën ju kam bërë dhënë ftesë. Por nuk kanë pranuar, si duket i vazhdojnë ende me mendimin që Shqipëria është vend i rrezikshëm, por unë them gjithmonë që Shqipëria është shumë vend i pritës. Mbrëmje që po ta dija më përpara nuk do kisha shkuar, por ishte ajo kënaqësia që na ra shortin me Serbinë dhe doja shumë të shikoja takimin. Po tek takimi i ardhshëm që ne kemi me Serbinë, do jeni pjesë? Mendoj që po, është takim në Leskovac. Mendoj që po, meqenëse po më bëni këtë pyetje, momentin që do siguroj biletat, doja u përcjell direkt. Privatisht mund të arrihet të sigurohet bileta, nuk është se është problem, nuk është se ka probleme me në futjen e stadium, nuk është se ka probleme të tipit siç në Tiranë që me kartë identiteti. Jo fare, arrin të sigurosh dy bileta dhe mund futesh. I gjithë problemi është tek mënyra se si organizohesh, kush do të presi, në mënyrë private dhe mënyra se si do futesh në stadium, mos kesh sende që të cënojnë ndeshjen e futbollit. Po jo, nuk është. Mendoj që do jem dhe momentin që do siguroj biletat do t'ja u përcjell. Edhe pse matematika na mban ende në lojë, a mendoni se na është shuar ëndra e botrorit bazuar te dy ndeshjet që kemi luajtur deri më tash? Unë fiksova përpara. Personalisht mendoj që po, sepse kemi humbur 4 pikë, çka do na ndikojë direkt tek vendi i dytë. Serbia ka një takim me Letoninë në Riga në shtator dhe me shumë mundësi do ta fitojë, çka do bënë që na dilshin sipër në tabelën e renditjes. Kanë 2 takime më pak. Ne do të kishim përfituar më shumë, sepse mundësitë kemi pasur, por gabimet tani do ndikojnë dhe mendoj që në fillim do të fitojmë me Letoninë në Tiranë, pastaj do të fitojmë në Serbi, çka do të thotë që këto 4 pikë që kemi lënë, llogaria shumë e thjeshtë të marrim 6 pikë në 2 takimet e shtatorit. Pas ndeshjes me Letoninë, rrjeti ka shpërthyer me komente, teksa kërkoi dorëheqja e Silvinho. Si e shikoni juve të ardhmen e atij tashmë? Mendoni se cikli i tij ka përfunduar? Po Silvinho ka bërë punë jashtëzakonisht shumë të mirë tek Shqipëria, deri në momentin e Europianit, pastaj në Europian pati një lloj çdimi në leximin e lojës, pati një lloj çdimi në situatat e zëvendësimeve, ku dhe shumë specialistë ja vunë duke, e filloi mirë Nation League me fitoren ndaj Ukrainës, por pastaj pati një lloj regresi të jashtëzakonshëm, nuk e kuptoj arsyeën. Shumë zëvendësime, ka humbur dhomat e zhveshjes, shumë probleme militarët,
Nuk e kuptoj edhe unë, por mendoj që koha e Silvinës tashmë është drejt fundit dhe mendoj që Shqipërisë duhet një trajner i ri. Të paktën në rrjetet sociale kanë qarkulluar shpesh emrat e Ilir Dajës, Tetovës, Besnikasit si alternativë të mundshme për drejtimin e kombëtares. Mendoni se ka ardhur koha që kombëtarja shqiptare të ketë një trajner shqiptar? Po, për të tre emrat që lakuat, jam plotësisht dakord, do doja shumë që t'ishte një shqiptar, sepse do i hapte rrugë edhe trajningut shqiptar për të përmirësuar më shumë tek respekti te meritokracia, sepse trajnerët shikohen me një sy, se ky është trajner shqiptar. Dakord, ky është një trajner shqiptar, por futbollistët që kanë dalë, si Muçi, si Ozuni, si portieri Dajsinani, si Julian Sheo kanë ardhur nga kampionati shqiptar dhe po performojnë njerëzisht shumë mirë. Yasir Hasani ishte te Partizani, nuk u preferua që grumbulloi. Erdhë me ekipin kombëtar, u pa me një sy jo të duan. Ju desh pastaj që të shënonte Yasir Hasani, që shikojnë prit se ky është Yasir Hasani. Por ne këtu kemi pasur Yasir Hasani, ne këtu kemi pasur Julian Sheu, ne këtu kemi pasur Myrto Ozunin, Ernest Muçin po ashtu. Pra kampionati shqiptar është kampionat shumë i fortë. Sigurisht që i mungojnë klubet me financa jashtëzakonisht shumë të mëdha, por të siguroj që si trajnerët ashtu edhe futbollistat janë futbollistat jashtëzakonisht shumë profesionistë dhe mendoj që duhet të ketë një shans edhe për trajnerët në të ardhmen. Jashtëzakonisht shumë dakord si Besnikasi, Ilir Tetova dhe Ilir Daja. Po. Dua të ndalem pak dhe situata tensionuar mes tifozëve kuqezi dhe Federatës Shqiptare të Futbollit për akuzat për shortin e biletave që nuk po ndalen. Çfarë mendimi keni ju? Po kjo është diçka që i takon organizatorëve. Unë si trajner, si ish futbollist, mund të flas në lidhje me ato çka shikoj në fushë. Kjo është diçka që mund të merret duhet un specialist, por si trajner, si ish futbollist, duhet kishin gjetur gjuhën e përbashkët të dyja palët, duhet ishin ulur, duhet kishin folur, sepse në mes është ekipi kombëtar. Si Federata Shqiptare që ka pluse, po ashtu edhe tifozët kuqezi, mendoj që ndeshjen me Serbinë duhet kishin gjetur gjuhën e përbashkët që ai takim të ishin tek zëra, të ishin në stadium për mbështetjen e tyre. Ka 21 vite që e mbështesin kombëtarën, që nuk kanë lënë cep të Europës pa shkuar, dhe kjo gjë tani më duket një thyrje shumë e madhe dhe çdo lloj problemi që pasqyrohet mes të dy palëve pasqyrohet edhe në fushën e lojës. Dhe për ta mbyllur këtë intervistë, cili është mesazhi juaj për djemtë kombëtare? Si do t'i motivoni ata për të marrë pikët maksimale në dy ndeshjet e ardhshme? Po, motivimi është shumë i thjeshtë. Bëni krenar çdo shqiptar, besoni të aftësitë juaja, bëni krenar familjet tuaja. Janë 2 takime, duhet fitojmë me Letoninë dhe duhet shkojmë pastaj në Beograd për fituar në Serbi, duhet shkojmë për fituar atje. Në futboll, të treja rezultatet janë të mundshme. Futbolli është i bukur sepse nga momente jo ka dhe momente po, dhe nëse ne bashkohemi, nëse ne kemi frymë pozitive, mund t'ja dalim. Kështu që dhe duke parë gjithë popullin që ka nga mbrapa, mendoj që djemtë kombëtarës duhet bashkohen dhe duhet të marrin maksimumin e pikëve në këto 2 takime. Profesor, unë ju falenderoj shumë për intervistën dhe për kohën tuaj. Shumë faleminderit edhe ju.